Mes 140 deputetëve të Kuvendi është njëri që quhet Taulan Balla. Asë kohë ka qenë ministri i brendshëm në ato foltore ku ju jeni sot, në seancën plenare të 4 prillit 2024 ka thënë shprehimisht: unë e di kush është tani, ju a kishit qëllim që ta identifikoni personin që kishte 10 vjet, që ishte personi i moshës 45 vjeç i pa identifikuar. Nëse kishit për qëllim të identifikonit, pse nuk thirrët për të pyetur ministrin e brendshëm Taulan Balla që tha publikisht këtë? Nëse Taulan Balla e di si ministri i brendshëm, ju pse nuk e dini? Nëse keni dashur ta dini, pse nuk e pyetën? Nëse policia dhe prokuroria përkërkojnë një person të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, ndërkohë që dikush e di kush është ky person, madje e thot edhe publikisht, por këtë nuk e raporton as në prokurori apo polici, a kryen vepër penale të moskallëzimit këtë krimit, keni nisur ju një hetim për këtë. Kjo ka të bëjë me laboratorin e Xibrakës, ku zoti Balliu i referohet një hetimi të prokurorisë së posaçme i rifilluar, pasi më parë ishte pozulluar, për implikimin e mundshëm të shtetasit Olsen Rama në trafikim të narkotikëve. Siç jeni edhe dijeni, sepse është bërë publikisht e ditur, prokuroria e posaçme rifilloi hetimet e këtij procedimi penal, kreu gjithë veprimet e nevojshme hetimore dhe në përfundim konkludoi me vendimin e pezullimit të hetimeve për shkak se nuk u zbuluan autorët e veprës penale dhe aktet i kanë kaluar për ndjekje të mëtejshme policisë së shtetit. Tjetër pyetje zotit Balliu. Në media është raportuar një presion i mundshëm nga nivelet të larta të ekzekutivit apo nga eksponent të krimit të organizuar ndaj prokurorit të posaçëm Dritan Prençi në lidhje me një çështje që përfshin zëvendësës kryeministrin Belinda Balluku. A ju ka informuar ju prokurori mbi këto presione dhe çfarë masash keni marrë dhe çfarë masash keni marrë ju si drejtuesi SPAK? A e dini pse e them këtë? Sepse kam dëgjuar ta thotë zonja Balluku kudo ku shkel. Madje në fushat mblodhi edhe vota duke ofruar mbrojtje nga SPAK në emrin tuaj. Por me siguri ju këtë nuk e keni dëgjuar dhe nuk keni faj se s'keni qenë në terren, as ju dhe prokurorët e caktuar për qarkun Fier. Tani, lidhur me çështjen e hetim nuk kam për të dhënë asnjë koment. Prokurori Prençi dhe të gjithë prokurorët e posaçëm kanë patur dhe kanë gjithë mbështetjen dhe përkrahjen time si drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Jam në komunikim të përhershëm me prokurorin, të deri në këtë çast nuk më ka paraqitur ndonjë shqetësim lidhur me kërcënimet të mundshme ndaj tij për shkak të funksionit të tij. Zoti Prençi ka gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tim në hetimin e çdo çështje që ka në ndjekje. Dhe ashtu siç thash, jo vetëm zoti Prençi, por gjithë prokurorët e posaçëm të SPAK. Si drejtuesi i prokurorisë së posaçme, në edhe një rast të vetëm nuk kam qenë bllokues hetimesh. Përkundrazi, jam munduar të krijoj një ambient ku prokurorët të ndihen të lirë për të ushtruar ndjekjen penale, një ambient ku prokurorët janë përgjegjës për veprimet që kryen në hetime, por edhe gjatë përfaqësimit të çështjes në gjyq. Dhe patjetër të gjithë i kam mbështetur dhe do vazhdoj t'i mbështes deri ditën e fundit që do jem drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Tjetra është zoti Balliu, në këtë vështrim për zonjën Balluku ka disa kallëzime penale në SPAK, që nga shitbleja e energjisë tek rrugët të ndërtimi i parqeve fotovoltaike tek tuneli Llogaras apo tek termocentralet anije Tigri 1 dhe Tigri 3. A janë në hetim këto çështje? Sa kohë duhet për të jetuar, ku bëhet fjalë për miliona e miliona euro të shpërdoruar. Për shembull, ju vetë keni bërë një procedurë për ndërtimin e një parku fotovoltaik në godinën tuaj dhe e keni prokuruar me gjysmën e çmimit që e ka prokuruar zonja Balluku. Tani kaq të vështira janë këto çështje sa SPAK i duhen disa vite për të jetuar? Për shembull, çfarë ka kaq të vështirë për të hetuar tek Tigri 1 dhe Tigri 3? Ku vetë kompania raporton në Amerikë që ka fituar një tender në Shqipëri, ndërkohë që tenderi në Shqipëri nuk është realizuar ende dhe procedura bëhet disa muaj pasi është deklaruar në Amerikë. Siç thash, sa kohë që janë çështje në hetim parapraku nuk mund të jap asnjë lloj të dhëne apo informacioni lidhur me ju me sa pyesni ju zoti Balliu. Tjetër është që koha. Patjetër që
koha është e rëndësishme në hetimin e çështjeve penale, por ajo që prokurorët e posaçëm kanë parasysh në hetimin e procedimeve penale që kanë në ndjekje është respektimi i kodeve të procedurës penale që parashikon afatet e hetimit. Afatet e hetimit janë parashikuar në dispozitat e kodit të procedurës penale, çdo prokuror duhet të respektojë ato afate proceduriale. Është i detyruar, nuk është kështu taksative. Dhe sa kohë që çështjet janë brenda afateve proceduriale, atëherë ne patjetër edhe unë të isha në vendin tuaj do më duhej një kohë shumë e gjatë, por ama duhet marrësh konsiderat rëndësinë e çështjes, specifikën e hetimit të çështjeve, ngarkesën e prokurorëve, që kanë shumë çështje të prioritizimi i çështjeve e tjerë. Por, sa kohë që janë brenda afateve proceduriale të parashikuar në kodin e procedurës penale, patjetër që unë nuk mund të them që janë zvarritur këto çështje. Pyetje nga deputeti Flamur Noka. 10 vesh